Këto pritet të jenë formacionet e mundshme të Real Madrid dhe Barcelonës në El Clasico. E nisi me Barcelonën, e cila është skuadra pritëse. Katalanësve u duhet vetëm një pikë për të siguruar titullin dhe një fitore ose barazim në El Clasico ndaj Real Madrid, ndjekur nga ngritja e trofeut kampion, është ajo që çdo tifoz i Barcelonës dëshiron. Në port pritet të jetë Joan Garcia, i padiskutueshëm këtë sezon dhe favorit për të fituar trofeun e portierit më të mirë në La Liga këtë sezon. Mbrojtja me 4 Eric Garcia në të djathtë, Kubarsi dhe Martin në qendër, ndërsa Cancelo në të majt. Eric Garcia i ka zënë në ndeshjet e fundit vendin Koundé, i cili nuk ka qenë ai sezonit kaluar. Në mesfush Gavi dhe Pedri dhe pak më i avancuar Olmo. Edhe pse është rikthyer nga dëmtimi Frenkie de Jong, sipas mediave spanjolle, Gavi pritet ta nisi ndeshjen nga minutat e para. Në sulm Fermin dhe Rafinha në krah, ndërsa Lewandowski në qendër. Rafinha i sapo kthyer nga dëmtimi pritet ta nisi lojën nga minuta e parë, ndërsa Lewandowski sipas mediave spanjolle ka fituar balotazhin me Ferran Torres. Kalojmë te formacioni i Real Madrid ku në port do të jetë Courtois, i sapo kthyer nga dëmtimi. Mbrojtja me 4 Garcia në të majt, Huijsen dhe Rudiger në qendër dhe Arnold në të djathtë. Dhe në mesfush sektori ndoshta më i diskutuar, pritet të startojë Camavinga dhe Pitark, dhe pse sipas mediave spanjolle Tchouaméni mund të rikthehet në formacion. Pak më të avancuar Bellingham në qendër, Brahim Diaz në të djathtë dhe Vinicius në të majt, dhe në sulm Gonzalo Garcia. A janë këto formacionet më të mirë të mundshëm? Cilin lojtar do të ndryshonit? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.